Zakonisht mezi e pret takimin me gazetarët dhe zyra e tij e shtypit njofton disa herë, po si rrallëherë, të ënën doktori nxori njoftimin se nuk i doli koha prej agjendës së ngjeshur. Agjenda e tij e vetme ishte një takim në një fasoneri, ku kujdesë premtonte se do kompensonte punëtorët për uljen e vlerës së euros. Edi Rama në vend se të kompensonte për euron e rënë, doli me mendimin se fasonet janë normale për botën e tretë. Uljen e euros para zgjedhjeve, Berisha zakonisht e lidh me blerjen e votës, që sipas tij ndodh nga socialistët, por kësaj radhe në tregjet shqiptare është vënë re vetëm ulja e vlerës së dollarit. Nëse do vazhdoj logjika e demokratëve, monedha amerikane ka rënë për shkak të 6 milion dollarëve që janë blerë për të paguar kontratën e lobimit në Washington. Sigurisht rënja e dollarit ka lidhje me çështje të tjera, si tarifat e presidentit Trump, por shmangja e Berishës ndaj mediave ka sigurisht lidhje me tarifën që partia e tij ka paguar për t'u afruar me avokatin e tij. Këto 2 ditë është i të ndërruar edhe më shumë, sepse mësoj se Partia Demokratike ka marrë për avokat të kauzave tuaja të drejta, avokatin e presidentit Donald Trump. Në fakt, kjo deklaratë të dielën Kuçov duket se ka shkaktuar rëmujën. Më herët, po të dielën, Partia Demokratike lëshoi një deklaratë ku mohonte se kishte qenë selia blu që kishte pajtuar avokatin e Trump, dukshëm në kundërshtim me deklaratën e kryetarit Berisha. Ndaj të ënën, si Berisha, si Partia Demokratike sinkronizuan heshtjen. Pas konsultimeve me ekipin amerikan është marrë vendimi politik që asnjë përfaqësues i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore të mos dalë në media për këtë temë. Partia Demokratike ka dhënë variantin e saj final për këtë çështje në një deklaratë të bërë të shtunën. Çudia më e madhe thuhet zgjat vetëm 3 ditë. Sali Berisha kthehet të mërkurën në Tiranë nga një udhëtim në Spanjë, por s'pak ndërkohë njoftoi thellim të hetimeve, ku me siguri në dosje do të rezultojë edhe deklarata e tij entuziaste përballë militantëve të Kuçovës. E hëna duhet të ishte dita kur Sali Berisha të sqaronte pozicionin lidhur me kontratën 6 milion dollar. Tha të vërtetën Partia Demokratike apo ai? Është kontratë e Partisë Demokratike apo e ish elektricistit Nureddin Seci? Çfarë është ky fondacion Make Albania Great Again dhe a përfshihen apo jo edhe shërbimet e Laçivitës? Ndoshta nën këshillën e këtij të fundit, Sali Berisha zgjodhi heshtjen. Tani mbetet që transparencën ta bëjë drejtësia. Shumë